Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi të shtunën në mbrëmje se SBA-t kanë goditur 3 nga qendrat më të rëndësishme bërthamore të Iranit, Fordo, Natanz dhe Isfahan, të gjitha pjesëkyçe të programit bërthamor iranian. Sulmet u realizuan me bomba të avancuara GPU-57 nga bombarduesi strategjik B-2, të mbështetur nga avion luftarak dhe sisteme të luftës elektronike. Në të njëjtën kohë, flota amerikane lëshoi raketa lundruese në drejtim të Isfahanit, ndërsa u shënua dhe ndërprerje sinjaleve GPS në të gjithë Iranin. Sipas analizave, ky ishte një operacion i shpejtë dhe preciz që synonte shkatrimin e infrastrukturës bërthamore të Iranit pa hyrë në konflikt të zgjatur. Goditjet u përqendruan në objekte thelbësore nën tokë që besohet që strehojnë edhe materiale të ndjeshme bërthamore. Raportet e para satelitore tregojnë prani të mjeteve të rënda dhe eskavatorët në zonat e prekura që mund të jenë përpjekje për të shpëtuar ose fshehur pajisje kritike. Ndërsa avokati Spartan Gjela, duke komentuar zhvillimet, tha se le të presim ditën e sotme se çfarë do të sjellë, sepse bota është në shqetësimin e një lufte që mund të kthehet edhe në një luftë bërthamore. Ai shtoi se ndërhyrja amerikane tregon se paqja është e afërt, sepse sipas tij, paqja në një luftë vjen nga forca dhe forca mbrëm u ushtrua nga Amerika. Gjela thekson se sulmet ishin të mirë llogaritura dhe sugjeron se pas kësaj goditje të drejtë për drejtë, Irani duhet të pranojë dhe të ulet në bisedime. Shenjat janë këto se do të jetë një luftë e shkurtër dhe se forca amerikane do të imponojë kthimin drejt paqes, shkruan ndër të tjerë avokati Spartan Gjela.